projekti i rehabilitimit të rrugës Tranzite në Gjakov është duke ju afruar përfundimit, fazë kjo e cila ka hasur në paknatësi në bizneseve. Shqetësimi ka shkuar deri tek nënshkrimi i një peticioni nga bizneset drejtuar komunës së Gjakovës si pasojë e lartësisë së trotuarit që sipas pronarëve të bizneseve do t'ju vështirësohet çasja e klientëve dhe furnizimit me mall në veprimtarinë e tyre. Për të vësyrin nga komuna e Gjakovës, thanë që ky shqetësim është i pa bazë për shkak që lartësia finale e trotuarit do të jetë 15 cm dhe nuk do të jetë pengesë për çasjen e klientëve dhe furnitorëve tek bizneset. Punimet në rrugën Tranzite kanë filluar në mars të vitit të kaluar dhe përfshin rregullimin e tërësishëm të rrjetit nëntoksor të ujrave të zeza dhe atmosferik, rrjetit elektrik dhe të ngrohtorës, ndërrimit të gypave të ujësjellësit, pastaj ndërtimit të trotuarëve të rinj, shtigjeve për biçikleta dhe asfaltimin e rrugës.